Lidhem sërish me zotin Sula dhe pastaj zhvendosim bisedën me zotin Noga në studio. Sula, sa e drejt apo sa urgjente, emergjente është fakti që Partia Demokratike në gjithë analizën e saj duhet që të nisë me censin, me një regjistër për të parë çështjen e antarësisë që me të drejtë ardhiti artikuloi? Alba, kjo është e padiskutueshme dhe kjo bëhet për një qëllim shumë të thjeshtë, të duhet kuptoj në çdo qytetar dhe çdo njeri i cili merr vesh nga politika. Arsye pse rrihet në këtë lloj rromuje bëhet për një arsye të thjeshtë për të manipuluar listat zgjedhore të zgjedhjes brenda strukturave të Partisë Demokratike, e cila fatkeqësisht po bë kaq vite, nuk po them dekade, po kaq vite, sidomos mbas 2013 e këtej, kur ato lista nuk kanë qenë lista të sakta, përkundazi ka prodhuar problematikën mëdha, përkundazi kanë qenë po me 2 o me 3 lista, njëherë kishte njëri pa lista, njëri pa lista tjera, e kupton sa të mëshme është në një kohë që nuk ka një database që të jetë fundor i sakt sipas kartave të antarësisë, po kush vjen një kryetar i ri, fillon kartën antarësie. Fisin e vet, njerëzën e vet, çati e lart, miratot e lart kthej bash, i rujt ato kartë antarësisë aty, nuk i shpërndajnë, kur vjen puna për zgjedhje pastaj i përdorin. Kjo është gjithë problematika. Do të kishte një pikë nisje se kush janë listat e votuesve, që do të thotë për shembull listat e primareve, të cilët u bën, sepse deri lista primareve ishte momenti i fundit, të cilët u bën primaret me datën kur je 4 apo 6 mars, ato do të ishin një bazë mirë e nisjes, për sa përket lista antarësisë të Partisë Demokratike, që nuk diskutohet që jo 100.000, por unë dyshoj që bëhet fjalë për 25.000-30.000 tani. Ha, kupton? Jo më për 50 gjysma, që kjo nuk diskutohet. Po kjo nuk diskutohet, që ti je e sigurt për këtë punë. Sepse njerëzit i ikin, largohen, i njërojnë të mënte, i thonë nuk të vinë, nuk merr pjesë mbledhje, as seksion, as grup seksion, as në deks. Ato është antarësia. Nuk është antarësia vetëm ato që janë simpatizant, të cilët nuk kanë të Partinë Demokratike për opozitën, por që nuk kanë kartë antarësie. Pra është e qartë kur vjen puna pasaj për tu zgjedhur, dhe jo pa qëllim bëhet kjo. Mbaje mend këtë ta fiksoj mirë edhe Nardok edhe juve. Bëhet sepse presim prillin e 2026 dhe zgjedhjet. Që Sali Berisha, kur kandidoj prap, e ka të bëhen listat si duhet. Dhe kush do t'i dali përpara, Edi Rama t'i dali përpara, Edi Rama. Merë thu ta bi këtu tash për të fituar, nuk fiton. Përballë Sali Berisha sa me ato listat të cilët i plotësojnë këto. Kuptoni, kjo është gjithë problemi më i madh që ka sot Partia Demokratike. Ja, edhe qasjen e zotin Doka sa i takon listave. Ketë një të qasje me Arditin dhe me Darsulën sa i takon kësaj gjëje që listat edhe mund të jenë fiktive edhe përruhen për këtë moment kur të kemi zgjedhjen e kampionit. Jo mund të jenë, po janë. Unë kam mundësi vetëm të aludoj. Po për një njerëz të cilit e njeh mirë, nuk ka shans.